Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të respektuar teleshikues, ju përshëndesim kudo që jeni dhe nga do që na ndiqni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në një emision të ri të programit ton tashmë të përjavshëm popujt e Kur'anit që ne takohemi me ju për të nxjerrë më të mirat e mundshme nga libri Allahu xhalla xhelaluhu dhe prej të mirave që nxjerrim janë mësimet e jetës së përditshme, por shpesh jeta e përditshme ndërtohet duke ditë se si kanë kaluar popujt e mëhershëm, si kanë pas ata qasjen me ngjarje të caktuara, si kanë vepruar ata, çfarë ka ndodhur me ta, e shumë fakte dhe faktorë të tjerë që janë të rëndësishëm për jetën tonë në përgjithësi. E kur ishim me Ibrahimin a.s., ne përmendëm se Ibrahimi prej torturave të shumta që kishte, atë edhe e dënuan për shkak të thirrjes tij dhe veprime që i bëri në popull që dukej se po prekte shenjtrinë e tyre, pra zotrat që ata adhuronin dhe po ndërhyjnë në çështje që janë krejtësisht private. Ata vendosën që këtë njeri mos të debatojnë, sepse debati me të ishte i pamundur. I pamundur sepse ai ishte i pamundur në debate. Ishte njeri që triumfonte në debate, sepse jo që ishte më i mençur se ata, po argumentet i kishte të fuqishme në thirrjen e tij, ndërkaq që ata i kishin argumentet shumë të pafuqishme në besimin e tyre që e pretendonin se është i nevojshëm që të vazhdohet. Për të mos humbur kohë, ata vendosën që Ibrahimin ta djekin në zjarr. Nuk ndodhi një gjë e tillë, Ibrahimi shpëtoi, ata u habetën dhe Ibrahimi vendosi që të shpërngulet nga Iraku të shkojë në vendin e shenjtë që thot Allahu xhalla xhelaluhu me Ibrahimin, thot kur doli, thot ati besoi edhe Luti. E Luti ishte nip Ibrahimit a.s., ishte djalë i vëllait. Pra, sikur që Ibrahimi a.s. kishte edhe fëmijë të tjerë, pra përveç Ismailit dhe Ishakut, që do të përmendim në ndërkohë, ai kishte edhe vëllezër që nuk përmenden emrat e tyre në Kur'an dhe nuk dim shumë për detajet e tyre, por një djalë, vëllai i tij kishte një djalë që ishte Luti dhe ai nuk duroi që të jetonte me atë popull zullumçar, me atë popull që dëshironin të vazhdonin të adhurojnë putat, zotat e tyre, e të mos njihet Zoti një në atë rreth. Dhe kësaj ai vazhdoi rrugën me xhaxhain e tij, me Ibrahimin a.s. drejt Shamit. Mirë po, Allahu e dërgoi edhe atë profet, pejgamber, tek një popull që edhe ai i bie të jetë në gjeografinë e Shamit të gjerë. I Shami i gjerë në këtë rast është fjala për sot i ka 4 shtete, do të thotë është fjala për Palestinën, për Sirinë, për Jordaninë dhe për Libanin. Kjo është Shami në përgjithësi. Ndërkaq sot në gjuhën e sot me Sham i thuhet vetëm Siris, e brenda Siris Sham i thuhet vetëm Damaskut. Pra kësaj është reduktuar emërtimi Sham në këto vende. Përndryshe Sham ka qenë pra i tërë ai vend. Atje në një vend të quajtur Sedum, ose një popull që ishte Sedum në Amora, ku konkretisht sot është Jordania, ku konkretisht sot është një deti që ka gjurmë të gjalla, të cilat gjurmë edhe para 10 vite, në vitin 2015, konkretisht në muajin tetor, kanë ndodhur edhe disa zbulime arkeologjike që kanë gjetur shenja të ndërtimit dhe të jetesës së njerëzve në atë vend. E ky vend pa dyshim pra është interesant të përmendet sot, është ku u dërgua Luti a.s.
natyrshëm që Allahu ne na ka thënë se nuk ka popull që nuk ka dërguar të pejgamber. Madje këtu mendohet që edhe para lutit ka mund të qenë pejgamber më herët të kenë thirrë në besim. Një hadith që na flet për numër të madh të pejgamberëve, pavarësisht që disa dietar e thonë se ndoshta nuk është i saktë, është shumë e rëndësishme që pejgamber ka pas shumë më shumë se këta që ja dim emrat. Andaj edhe kur thuhet për shembull te populli i Lutit tash në Sedum atje, ka qenë Luti dhe kemi dërguar profet në shumës, e thot Allahu në një rast, pra në Kur'an. Kjo i bie se ne po e dim për Lutin, nuk e dim për ata tjerë, por i bie se ata dikush i ka thirrë më herët në rrugën e mbarë dhe në besim të drejtë. Ka plot ngjarje të respektuar të shikues që ndoshta rrëfimi për to nuk është shumë i plot. Dhe nuk di se çfarë ka ndodhur me te. Ne kemi disa prej rrëfimeve dhe disa prej arsyeve që janë përmendur rrëfim. Për shembull, nuk ka interes të dim se çfarë ndodhi me popullin e Ibrahimit atje në Irak. Ata le që bën padrejtësinë e madhe të shirkut, sikur që e bën edhe populli i Nuhit. Por Allahu shfarosi popullin në kohën e Nuhit, po flasim se s'mund të themi populli i Nuhit. Pra shfarosi njerëzimin për shkak të përhapjes së politeizmit. E njëjta ishte arsyeja që u shkatrua dhe populli Adit. E njëjta është arsyeja pse u shkatrua dhe populli i Temudit. Atëherë, a ka ndodhur diçka e ngjashme me popullin e Ibrahimit? Këtu nuk përmendet. Fokusi në Kur'an tash vjen te Ibrahimi, pra është braktisur ai popull nga një pejgamber kaq i madh, dhe ky pejgamber tash është marrë me punë dhe detyra tjera, e që këto detyrat e tjera më pasaj e bën njeri shumë të veçantë që ishte sigur e përmendëm në javën e kaluar ndërtimi i Qabës. Mos flasim pra edhe prerja kurbanit, që ishte i pari që preju kurban, pra që e flijoi djalin e tij Ismailin, edhe pse Allahu ja kompenzoja me një dash i cili thuhet se në xhennet është krijuar 40 vite para se të zbriste në tokë, për të kompenzuar Ibrahimin a.s. me rastin e gatishmërisë që ta therr kurban djalin e tij Ismail. Sido që tjetë. Ky populli i Sedumit pra pas ka pas profet tjerë, por ne nuk dim për ta. Ajo që ne na intereson dhe kem dritë fokus të ndryshimit të ngjarjes së këtij populli është me Lutin a.s. Dhe çuditërisht, pra kjo njihet edhe si populli i Lutit. Populli i Lutit ndërkohë nuk ka qenë për lutim nga mesi i tyre. Edhe njerë, Luti pas ka qenë nga një vend në Babiloni, në Irak të sotëm, i cili pra udhton me xhaxhain e tij në Sham, e Luti urdhërohet që të shkoj atje në Sedum. Në Sedum është martuar Luti me një grua prej mesit të tyre, që me te ka pasaj edhe familje. Dhe kjo ngjarje tash është e gjatë. Luti a.s. mendohet të ketë jetuar 175 vite. Pra ka pas një jetë të gjatë. Ibrahimi a.s. ka kontaktuar me Lutin her pas here, pra ka kontaktuar, kem fjalën jo si në ditët e sotme të themi kanë këmbyer email ose kanë folur në telefon ose të gjashme, por janë takuar ata, ka ditë për Lutin, për fëmijët, për familjen e tjera. Ku po e dim na që ai ka ditë, Kurani i rrëfen këto. Kurani na tregon ne sakt se çfarë ka ndodhur. Është dashur një ngjarje tjetër ta veçojmë se edhe djali tjetër i Ibrahimit a.s. që do të vjen pra Ishaku që e kemi përmend, do të duhet ndoshta t'ja kushtonim një hallk të posaçme edhe atij, por nuk kemi ngjarje të thirrjes tij. Ajo që është e tëra është që përgëzohet Ibrahimi a.s. vinë 2 mysafir, në një verzion 3 mysafir, në verzionin më të saktë, e që Xhibrili njëri prej tyre ka qenë, thuhet edhe Mikaili dhe Israfili, 2 melek tjerë, kanë qenë së bashku me Xhibrilin, që vizituan Ibrahimin a.s. njeriun gostitës, njeriun
zemërgjër dhe që odën e tij e ka pas të hapur për musafir dhe ka qenë më së i njohshëm. Megjithatë ai kur atyre u servoi ushqim, ata nuk zgjatën duar që të marrin nga ushqimi. Ibrahimi a.s. u friksua sepse mendoj ai disa komente thonë e kuptoj që ata ishin melek, por nga frika se melekët në fakt kanë ardhur në formë të njerëzit, të kemi qartësi për këtë. Pra nuk janë hetu vetëm nga pamja, nga bukuria, po janë hetu, përndryshe nuk janë hetu më herët që melekët janë të tillë, pra as nga gjatësia e trupit, as pra janë duk njerëz të rëndomt. Ibrahimi a.s. kur e ka kuptuar se ata mund të jenë melek dhe nuk po han, është friksuar. Fa aujasa fi nafsihi khifa. Do thotë ka ardhur frika në shpirtin e tij, në brendin e tij, për çfarë arsye se melekët nuk shkojnë për ta vizituar një njeri. Nuk ka qenë e njohshme kjo. Por ata sigurisht kanë ardhur për ndonjë dënim që Ibrahimi për atë edhe friksohet. E ata i thonë, mos u frikso. Ne kemi ardhur për të përgëzuar ty për lindjen e djalit tënd Ishakut, dhe mbas ti do të vije edhe nipi, pra po të marrim mysh në tjetër që edhe Ishaku do të lindë dhe do ta lind Jakubin. Pra, në këtë rast Ibrahimi a.s. gëzohet, aty në shtëpi është i vetmuar me gruan e tij, me Sarën, e cila po ashtu gëzohet shumë, qesh, çan në version tjetër, shkul flokët e saj nga trishtimi i lajmit që merr, e pabesueshme, e elidua në ajuzun aqim, si ka mundësi që unë të lindit dhe unë tashmë jam plakur, edhe kam qenë steril edhe më herët. Për Allahun xhalla xhelaluhu gjitha këto janë të leta, aty pra merr myshden se do të lindet Ishaku, nga disa mysafir që janë melek. E tash, ata mysafir kanë për të shku, për ta vizitu edhe Lutin a.s. që kjo do të jetë tema jonë e tanishme, dhe kanë për ta vizitu këtë profet të Allahut me një mision të caktuar. E këtë do ta bëjmë më të detajshme se cili ka qenë populli dhe cila ka qenë arsyeja e dënimit, e vizitës të këtyre njerëzve të popullit të Lutit. Kësaj pra, Ibrahimi a.s. Kur e kuptoj që aty do të shkojnë këta mysafir, i tha, keni kujdes se aty është Luti në mesin e tyre dhe aty është edhe familja e Lutit. Ata i thanë, mos ki det, ne e kem parasysh ku po shkojmë, e dim që është Luti, e dim që është edhe familja, po ne nuk do të bëjmë dëm ndaj Lutit dhe familjes ti përpos gruas, sepse ajo nuk është nga përkasit e Lutit, por është nga përkasit e popullit të Lutit. Atëherë shtohet pyetja, kush ishte populli i Lutit alayhis salam, populli i Sedomit. Të respektuar teleshikues, ky popull kishte probleme me besimin. Ky popull njihej për disa dukuri të këqija që vinë në anën praktike të jetës së tyre. Kur njerëzit kanë problem me besimin, kur përhapet politeizmi ose ateizmi, mos prit punë të mira në atë popull. Edhe njëherë këtu të jemi shumë të vëmendshëm. Nëse në një popull është përhap, është shumu, me shumicë pra njerëzit, ose thonë se nuk besojnë fare, ose besojnë gabimisht, besojnë idhuj, besojnë planete, besojnë fenomene natyrore, drita, uji, fryma, era, gjëra të ngjashme pra, mos u befasoni për dukurit negative që mund të jenë në atë mes në atë popull. Mos kërkoni njerëzillëk, humanitet tek njerëzit që nuk besojnë, se nuk kanë llogari të respektuar të legjikues. Ajo është matje pasaj, ajo është kalkulim. Njeriu duhet të shoh pse ka arsye që unë t'jem i mirë me ty. Pse ka arsye që unë t'jam bamirës ndaj teje.
Pse ka arsye që unë të solidarizohem me problemin tënd? Pse ka arsye që unë të vuaj me vuajtjen tënde, të çaj kur çan ti, të ngushlloj kur ti ke fatkeqësi, ke rastëdhje tjera. E kundërta, pse unë duhet të gëzohem me gëzimin tënd? Pse unë duhet të solidarizohem me ty? Pse unë duhet të vi në dasmën tënde apo të djalit tënd, të fëmijës tënd? Pse unë duhet që me ty të jem në një vi, në një hap? Gjitha këto, pse që po i them unë, duhet ta kenë një përgjigje. Dikush mund të thotë sepse është turpi është prej fesë. Dikush thotë se ne duhet të veprojmë kështu me njëri tjetrin. Kjo se ne duhet të veprojmë me njëri tjetrin, kush të tha, cili ligj të urdhëroi. Me cilin ligj, në cilin vend urdhërohet që ne të shkojmë në dasmën e dikujt. Me thoni, në cilin ligj, në cilin vend të botës është e obliguar që ne të shkojmë në ngushëllime. Këto bëhen nga aspekti tërësisht moral, human. Ky morali dhe ky shpirti i njeriut që solidarizohet me tjetrin e ka një burim, e ka besimin. Andaj, popuj që kanë moral, me domos janë popuj që janë të ndikuar nga besimi hynor, në të kundërtën, pos patën besim, ata e humbin rrugën. E tash populli i Lutit, a.s., kthehemi këtu, kishin disa defekte të mëdha në besim. Por Allahu fokuson disa veprime që njëri prej tyre është më i veçantë, por unë do të përmend të fundit atë. Ata e kishin një zanat të keq, pra i plashkitnin njerëzit. I plashkitnin njerëzit në rrugë. Plashkitja e njerëzve ndodhte vetëm për faktin se është i huaj dhe kalon aty. Ata ishin një komunitet që nuk jetonin të tërë në një vendbanim. Në disa verzione thuhet se kanë qenë në 5 fshatra, në 5 vendbanime të ndryshme, disa thonë në 7. Cila do që tjetë më sakta, nuk është shumë që çon pesh numri tek ne, e që Luti a.s. ka jetuar tek njëri prej tyre. Por ato fshatra kanë njoft njëri tjetrin. Kanë komunikuar me njëri tjetrin, kuptimin, kanë bërë pazare, kanë dalë, kanë hy, kanë dalë, por kur ka kaluar aty ndonjë kalimtar që nuk është njohur, me siguri ati kanë dalë, ja kanë marrë pasurinë, por kanë qenë kusar, kanë qenë plashketës, kanë qenë njerëz që nuk e kanë zgjedhur mjetin për të ardhur interesit të tyre. Ky është një fenomen. Fenomeni tjetër ka qenë kooperacia. Kanë qenë shumë tamaqar shtemi. Kanë qenë dorë shtrëngut deri në masën sa nuk është njohur që në mesin e tyre të pranohet dikush për musafir. Tash edhe kjo është kalkulim. Pse të japin dikujt ushqim ata fal? Pse ta gostitin dikënd dhe t'i thonë bujrum, a je për drek apo për dark, a do kafe para darke apo do çaj pas darke. Nuk e kanë pas absolutisht një adet të tillë, madje një gjë të tillë e kanë luftuar fare. E fenomeni tjetër që do ta përmendi këtu, tash që është veçoria këtij populli, animin e tyre, epshin e tyre, seksual që është natyrë njerëzore, ta kenë njerëzit me krijimin e tyre, sikur që e kanë për ushqimin dhe pijet, dhe sikur që ngopet njeriu me ushqim kur uritet, kur untohet, dhe e shun etjen me ujë kur e shtohet, njëjtë pra e ka edhe këtë çështjen e garizës që quhet të epshit, ose të nevojës për njeriun e gjinis tjetër. E ata këtu kishin një çoroditje të jashtëzakonshme që nuk i dëshironin gratë, por i dëshironin burrat. E kishin këtë smundje të hatashme që thuhet Khalifja i muslimanëve Harun Rashidi e ka thënë këtë fjali të famshme.
po të mos ishte kjo gjë e përmendur në Kur'an, nuk do të kisha besuar që ka pas individ e lërë më popull të tërë që janë marrë me një gjë të tillë, sepse kjo është jashtë, ky halife i famshëm do thotë, kjo është jashtë logjikës njerëzore. Pra njeriu në parim ka epsh, po ka epsh ndaj gjinis tjetër. Është shumë interesante. Burrat gjinin femërore e quajnë gjinia e bukur, gjinia e butë. Dhe vetë edhe në fëmijëri fillon që mashkulli të anoj ka femra. Femrat në anën tjetër, ndonë se janë gjini e bukur, nuk e duan njëra tjetër. Nuk i duket femrës e bukur. Që është më interesantja, dhe kjo është edhe në aspektin psikologjik, po të ulumtohet kjo çështje, që është më interesantja, burrat nuk janë të njohur për bukuri. Në fakt, krejt njeri është i bukur. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Në formën më të mirë kemi krijuar njerin. Mirë po, megjithatë, për shkak të punëve të rënda, shumë dur për i durve të burrave nuk janë duar që dashurohet njeri në to. Janë më të mëdha, janë më të vrame, janë më të sakatosura e tjera. Burrat nga punët e përditshme që i bëjnë, sidomos ata që punojnë punë fizike, mos të mendojmë sot për ato punë në zyrë e tjera, pra njerëzit janë të raskapitur dhe nuk duken të bukur. Mirë po, një femër e do këtë burrin punëtor. Një femër nuk e do burrin femër, e do burrin burr, e do në burrin mashkull. Dhe kjo është e natyrshme. Ndërkohë që te populli i Lutit, nëse dum pra atë kohë, ata ishin dhënë meshkujt para meshkujve, ose meshkujt me meshkujt, nuk thuhet kjo tjetra. Lesbicizmi që është i njoftën, pra nuk përmendet që gratë kanë qenë të dhëna pas grave. Përkundrazi gratë kanë qenë të braktisura fare, e që thirrja e Lutit ka qenë o popull, e jani dhe shkoni si mbas atyre që Allahu i ka kriju për ju që janë gratë e jo të shkoni pas burrave. Kjo ishte fenomeni më kryesor i keq, i treti që e veçuam, dhe është i katërti, pra i pari përmendëm ishte plaskitja, e dyta ishte kooperacia, ose ndërrenuar, nuk është problem, tre ishte pra kjo keqja madhe, pra që shkonin pas burra, po e katërta që lidhet me këtë tretën ishte se këtë e bënin publikisht. Pra nuk ishin turp. Që i bie kjo është një gjendje tërësisht edhe më e keqe se mund të imagjinohet sot në ditët e sotme kur flitet për këtë temë. Pra ata nuk ishin fare turp që ta bëjnë këtë pas mureve, që ta bëjnë këtë pas perdeve, që ta bëjnë në vende të izoluara dhe të mendojnë se kjo është çështje e tyre dhe kjo i përket krejtësisht privatësisë së tyre. Përkundrazi, ata këtë e bënin në mënyrë jashtëzakonisht të hapur dhe kësisoj edhe ishte gazep të ecësh në rrugë, sepse ti me domos përplasësh edhe me ata njerëz, e që Allahu alem, a ka qenë i tërë populli i zhytur, apo kanë qenë një pjesë e njerëzve, e të tjerët kanë heshtur. E këtu është një dilemë që ne për këtë do të bëjmë një bisedë ekskluzive për këtë çështje. Pra, me fjalë tjera, ngjarja e Lutit a.s. ne na tregon për një problematik të hershme të botës njerëzore e cila e paska pas dhe Allahu xhelle xhelaluhu ka dërgu tek ata një pejgamber i cili nuk vjen nga mesi i tyre, por është dhëndër i tyre, pra është martuar dhe ai aty ka fëmijë dhe ka pastaj edhe familje. Tash në këtë raport ishte thirrja e Lutit a.s. në mënyrë të vazhdueshme. Mirë po, ata Lutin nuk e përfillën. Nuk e përfillën në thirrjen e tij, nuk e përfillën në braktisjen e ndonjëri prej këtyre mëkate, madje. Asnjëri prej tyre. Madje rrezikonin vazhdimisht njerëzit
që ata të bënin veprime të tilla dhe të egra, edhe pa dashjen e tyre, edhe kësaj. Pra ishte jetë e shturur tërësisht. Natyrshëm që këtu do të kemi një ndërhyrje qellore, sepse Allahu xhalla xhelaluhu nuk e ka luftuar shirkun vetëm se shirku ndonse në si mëkati më i madh në fytyrë të tokës. Allahu nuk i ka luftuar njerëzit dhe nuk i ka shkatruar njerëzit vetëm se ata nuk e adhurojnë atë. Përkundrazi, kemi tash shembull praktik që përkundër asaj që ata kanë mund të jenë mosbesimtar, dhe unë e thash nga mosbesimi kanë ardhur deri te kjo, por këtu nuk fokusohet dhe nuk përmendet mosbesimi i tyre, përmendet çoroditja e tyre që Allahu xhalla xhelaluhu e ka veçuar dhe ka vepruar kundra i kësaj dukurie, dhe ne këtë do ta shohim në pjesën tjetër. Këtu do të bëjmë një shkutje, që ndronë me ne, do të themi pas pak. Rikthehemi të respektuar të rishikues për të vazhduar me emisionin ton Popujt e Kur'anit. Kemi një popull shumë interesant të përmendur në Kur'an, një profet të dërguar të këta dhe një ngjarje që është mësim për njerëzimin, dhe po të mos ishin temat e tjera të nevojshme që të dimë për popujt e kaluar, do të mjaftonte kjo për ngjarje që të kuptojmë në sidomos për këto kohë dhe për këto momente që kalon sot bota njerëzore në përgjithësi. Është fjala për Lutin alayhis salam dhe është fjala për njeriu i cili ishte nga një trung ku doli baba i njëshmërisë, i tauhidit, i besimit në Zot nga familja e Ibrahimit alayhis salam. Ndonse familja e Ibrahimit njihet edhe për atë pjesën e keqe, pra që babai i Ibrahimit ndërtonte idhuj. Luti ishte i vetmi, ishte nipi, djali i vllait të Ibrahimit që i besoi xhaxhait të tij për pejgamber dhe e pasoi atë kur u largua ai nga Babilonia, nga Iraku i sotëm dhe emigroi për në Sham, për në Palestinë, ndërkaq Lutin Allahu e dërgoi pejgamber tek populli i Sedumit në Jordaninë e sotme. Populli i Lutit pra kishte ato defektet e veta, cilat defekte u përhapën aq shumë në mesin e popullit sa ishin të çuditshme dhe të çorodituna edhe thirrjet e popullit në rastin e tillë. Sa që imagjinoni njihet se Allahu xhalla xhelalu kur e përmend thot walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Lutin e përmend Allah thot kur ai ju tha popullit të tij, pra kështu edhe Allahu xhun, si veproni në immoralitet në këtë formë kur askush para jush një vepër të tillë nuk e ka bërë. Pra, çështja e immoralitetit, çështja e dëshirës së meshkujve të bëjnë intimitet me meshkuj, pra ishte te populli i Lutit për herë të parë. Ky veprim që nuk e njohu njerëzimi në mënyrë të organizuar asnjëherë më parë. Innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni nisa, thot ju epshin e juaj e shfrynin ndaj meshkujve e jo ndaj grave. Thot bel antum qawmun musrifun, ju jeni popull që e keni tepruar në mëkat, pra ka çoroditje këtu. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Thot Allahu xhalla xhelaluhu e përmend pra çfarë përgjigje negative ata kanë dhënë. Thot ata kanë dhënë akhrijuhum min qaryatikum. Largoni këtë nga vetëmbanimi juaj.
Jo këtë, por edhe ata besimtar që ishin me Lutin a.s. se normal që aty ka pas besimtar. Kanë qenë edhe fëmijët e Lutit, po edhe kanë qenë të tjerë. Pastaj më ndohet që edhe vetë gratë në shumicë kanë besu në këtë çështje. Kanë besu është fjala, kanë kuptuar se populli është çorodit dhe është orientuar në këtë çështje. Innehum unasun yatatahharun, sepse ata janë njerëz që po duan të pastrohen. Është interesante kur gjërat marrin të kundërtën e tyre, bëhesh ti me të meta, i papranuar, i bullizuar në një shoqëri kur përhapet e keqja më të madhe aty. Do të thotë ti je ai që duhet të largohesh prej vendbanimit, sepse ti në fakt po e ndyt, këta kanë përdorur shprehjen pastrim, ata kanë menduar se vetë janë në objektiv të duhur të jetesës, ndërkaq pjesa tjetër e popullit që po besojnë, ata po duan që të pastrohen në një farë forme me këso veprime, por në fakt ata janë të ndyt. Do thotë e meta tash në sytë e këtij populli mbetet mbi të tjerët. Në këtë rast ata nuk janë në gjendje absolutisht që të largojnë të keqen nga vetvetja, e as të pranojnë thirrjen e Lutit a.s. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Thot Allahu, ne thot e shpëtuam atë dhe familjen e tij përpos bashkëshortës, e cila ishte nga ata që bën gabimin. Wa amtarna alehim matara fanzur kayfa kana aqibatu almujrimin. Thot dhe u asollëm atyre një shi, e çfarë shi është, thot ti këshyr hulumto se si ka qenë përfundimi i kriminalëve që këta kanë bërë, Allahu pra e quan krim. Të respektuar teleshikues, kjo ngjarja e Lutit a.s. në vetvete është mësim shumë i madh dhe ne duhet të marrim prej mësimeve të kësaj çështje, të kësaj ngjarje, ato që janë më interesante, sepse nuk duhet kjo ngjarje të na mbetet, të na ngelet pa u ilustruar mirë nga këndet të ndryshme, sepse fatkeqësisht tentativa në periudhë të fundit të historisë së njerëzimit ka që ngjarjet e tilla të normalizohen në shoqëri, saqë ka filluar të penalizohet edhe të flitet edhe të ligjerohet, mos lasëm të ndërmerren veprime kundër veprimeve të tilla të çoroditura që Allahu xhalla xhelaluhu i thot dhe i vepron. Këtu do të jemi të kujdesshëm, i madh dhe i vogël, sepse nuk bëhet fjalë pra për një komunitet të caktuar të shprehjes së dëshirës së tyre në një mënyrë ose tjetër, që gabimet të tilla mund të kenë individet në mënyrë të vazhdueshme. Ne nuk themi që këtë veprim Allahu nuk e don, e zinon me gra e pranon, asesi, as njëra, as tjetra. Por kur gjërat fillojnë që të marrin tretmanin e gjunaheve publike, cilat bëhen pa fije turpi mbi masa, mbi njerëz, ndër do të thotë flitet dhe diskutohet për gjëra të tilla, atëherë kjo është një rrezik, një alarm, dhe ne flasim për alarmin o të nderuar vëllezër besimtar, flasim për alarmin kuranor për t'tregu se çfarë Allahu i ka bërë një popullit, dhe Allahu është ai që ka qenë. Allahu nuk i ka ndryshuar qëndrimet. Allahu nuk është bërë tolerant ndaj asaj që ka qenë jo tolerant kur ka dënuar dikën tjetër. Kjo do t'i atribohej si padrejsi të madhit Zot xhalla xhelaluhu, nëse ai do të vepronte me dikën ndryshe e me dikën tjetër ndryshe.
Ne njerëzit jemi ata që ndryshojmë dhe ne mund të jemi më të butë në një periudhë kohore e më të ashpër në një periudhë tjetër kohore. Ne mund të jemi më rigoroz e pastaj më liberal. Ne mund të jemi pastaj edhe respektues të ligjit e më vonë shkencë të ligjit. Jemi njerëz. Ne besojmë dhe devijojmë. Ne devijojmë dhe besojmë. Pra mund të ndryshojmë andej e këndej. Ama Allahu xhalla xhelaluhu këto asnjëra nuk i takon atij. Ne flajmë, kotemi, atë nuk e kap as kotja, as gjumi. Pra nuk kemi të bëjmë me një qenje e cila është sikur ne e që të thuhet se ai tashmë ka qasje ndryshe, ai qasjen e ka të njëjtë. Dhe këto ngjarje kur përmenden në Kur'an, pikërisht përmenden për të treguar se ku është rreziku dhe rrezikshmëria nga veprimet të këtilla që janë të pamatura për njerëzimin në përgjithësi. Populli i Lutit alayhis salam e ka një përfundim shumë të dëmshëm. Ne nuk do ta detajojmë sot këtu, do ta detajojmë në një hallk tjetër me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu, sepse thash dhe po përsëris, kjo është temë që duhet të kujdesemi që të gjithë që historia të mos përsëritet, historia e keqe të mos përsëritet, historia e mirë duhet të sillet në tavolinë, duhet të ilustrohet dhe duhet të jetë model që ajo të ripërtrihet nëse është harruar, por nëse kemi histori të ligë, kjo është çështja, ky është mësimi. Këto janë librat, këto janë arkivat, që ne na tregojmë për të kaluar, për të mësuar, jo vetëm si jetuan ata, si e kaluan jetën, por për të mësuar se si është e ardhmja, se si duhet ta ndërtojmë të ardhmen, qysh mos i bëjmë gabimet e tyre, qysh mos e përsërismi të njëjtën që kanë bërë të tjerët. Me fjalë tjera, ne duhet të jemi shumë vigjilent në këto gjëra, se nuk mund të jemi të jashtëzakonshëm dhe të ndryshe të pranuar në shoqëri, respektivisht Allahu atë që e ka dënuar dje për një dënim të caktuar do ta dënoj edhe tjetrin. Imagjinoni i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur pati zbritur urdhri i Allahut për dënimin e vjedhësit. Dënim që edhe neve sot na duket që është dënim i vështirë, i ashpër, të prehet dora e hajnit. Mirë po i dërguari sallallahu alaihi wasallam e tha me shumë maturi dhe shumë përgjegjësi profetike para njerëzve dhe në kulm të drejtësisë, bëri be, tha pasha atë në dorën e cilit është shpirti im, lau anna Fatimata bint Muhammedin sarqat laqata'tu yadaha ose laqata Muhammedun yadaha, përmend në transmetimin tjetër. Po qëse edhe Fatimja bija e Muhamedit, pra për vajzën e vet flet, e cila ishte vetmja vajzë e gjallë në atë kohë, tha mësoj se ka vjedh, unë do t'ja prej dorën asaj, ose Muhamedi do t'ja prej dorën asaj. Derisa unë jam në rolin e udhëhecit, kryetarit të shtetit, udhëzuesit e tjera, unë nuk do të mund të kem standard të dyfisht me familjarët e mi, ndryshe nga familjarët e të tjerëve, pra unë do t'jem po i njëjti me të gjitha situatat. Andaj, nuk do t'a shohim ngjarjen e Lutit alayhis salam si ndryshe, po si një ngjarje e cila ka ndodhur dhe mund të ndodhë e njëjta, po që se përsëritet gabimi në mënyrën dhe masën e njëjtë. Dhe do të shohim edhe cila ka qenë edhe urtësia që të dënohet tërësisht ai popull dhe çfarë dënimi ka marrë. Kjo është drithëruese, është trishtuese, të respektuar të rishikues, por këtë do ta lëmë për hallkën tjetër. Në javën tjetër do të takohemi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse do Allahu të gjithnjë.